Pra të thënë të pejgamberi Allahut, nëse ndëgjoni se bëbon të kiameti dhe ndorën e juve njëni ndorë ka një pemë duke mjellë dhe ta mjellë. A që bëbon të kiameti, në të bëbon të kiameti, ti mjellë. Thot për çka këse nuk hajnë për asaj peme dhe një zog, apo dhe një insekt, apo dhe një kafsh, vetëm ti e qkruat sadaka. Imson të musliman se si me gjallëru këtë tokë. Imson të musliman se si me punu, se në punën tonë, puna jote shëndrojt ibadet, ama puna jote bëhet ibadet i shejtanit, kur ti hisht në hak Rahmanit, Allahut azza wa jalla. Ve namazit dhe puna farz. Në farz, e di kur e kena punën? Veç kur ta puna namazit, pa dhe puna farz. Po mirë tash, që tash i kena lënë me ara, me fusha, me kejt. Tash a farz, a nafile, a me këru u bon. Shka u bon këpu? Tash të s'pu bononi, po Allah s'pu ka e sot. Do me thonë që s'ka na farz gjithë një. Po pse ne veç kur na çështja i ibadetit, dojmë ja vjedh kohën Allahut, me shtin në hambarin ton, pastaj u beregjeni. Po u beregjeni.